Në qytetin e Shkodrës, një 85 vjeçar ka humbur jetën në banesën e tij në rrugën Marie Kraja. Nga të dhënat paraprake dyshohet se vdekja ka ardhur për shkaqe natyrore. Materialet janë referuar prokurisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme, ndërkohë specialistët e hetimit të krimeve ekonomiko-financiare kanë referuar në prokurori materialet për nisjen e procedimit penal ndaj një 24 vjeçari i kallëzuar nga një 33 vjeçar se nuk i ka lënë pagesën për blerjen e 2 automjeteve. Prokuroria ka regjistruar procedimin për veprën penale mashtrimi. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor kanë referuar gjithashtu materialet për nisjen e procedimit penal ndaj 3 shtetasve, të moshave 64, 54 dhe 68 vjeç banues në Stajg, Bardhaj dhe Torovic, pasi u kapën duke drejtuar motomjete pa leje drejtimi. Po ashtu është referuar në prokurori materiali për nisjen e procedimit në gjendje të lirë ndaj një 33 vjeçari nga Fieri për veprën penale kalimi pa ligjshëm i kufirit shtetëror. Policia thotë se materialet procedurale për të gjitha rastet janë dërguar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.